ata intelektualët, si u vranë, si u banë. Ne, dhe, do doja të flisim një qike edhe për ndikimin e këtyre ojshjeve, sepse po shikoj që këto partitë e reja, këto i marrin ashiqare parat nga ambasadat e huaja. Mirë po shqiptarët nga që janë mësuar të shkojnë të kërkojnë viza në për ambasadat e huaja, të poshtrohen aty të dikur. Dhe tash ju duke normal, wow, sa çuni zoti, ky merr lekë para mos. Fakt ai është kokra e spionit. Ai është kokra e njeriu që ty do të degeneroj nga ana psikologjike. Shikoj sa kemi bërë neve. Neve fabrika uzinat i quhetëm të komunizmit. Aty është mundi gjaku, djersa e shqiptarëve. Komunistët kishin vënë në rresht, po aty ishte mundi të gjithëve. Ushtria, sot ti nuk e ushtri. Jetë zero. Dhe bëhet fjalë që do modernizojmë ushtrinë, se do blejmë kaq automatik, kaq Javelin. Ti nuk e di për shembull, kanë qenë ca, ne kemi pas raketa si Javelin, po ka qenë prodhimi rus, Strela, që ka qenë e njëjta gjë ka qenë për goditur. I sharruam ato. Ishin graso. Automatikët ishin graso. Ja u dham atyre të Kurdistanit, luftojnë për liri ata kurdët. Këtu kena mbetur. S'kemi mas ato Simonovët, e ke për asysh të karabinën 59 që ishte ajo? Po, 59, po. Vejshë me sumela. Jo, tani, e disi është problemi? Jo, ta mbaroj. Neve nuk kemi më shërbim sekret. Një shërbim sekret i cili në botë zgjidh shumë hallë. Më kupton për shembull, sepse edhe kur fillon e kakaristi kundër vendit tënd, kur e di që është dikush që po të shikon edhe po të vëzhgon, i vë një çik frena gojës, më kupton? Po këtu janë bërë spionët, çohet një player thotë duhet të marrim pushkët të përmbysim pushtetin e Edi Ramës. Është përmbysje e rendit kushtetues me dhunë, vëlla, nuk ta lejon njeri në. Shërbimi janë sekret është bë fiks si këto si që është këto të ujësjelësit, e ke përse që to s'bëjnë asë i punë, shkojnë mojnë rokën e ikim shpi. Edhe fusin me i shpion lëks, lartë e po. Ka për x i lidhjet palishme, thot kajtë. Po, jo, unë kam përshtyme se këto spionojnë njëni tjetër, një gjo se e pasha të ke kafja. Edhe unë pash ty se ke po e njëri të kafe ikshim. Te qoftja, te qoftja. Se këshu për punë për atë dhe unë nuk shof zero. Ty ti janë shitur të gjitha dosjet. Agentur, do më thënë, i ke dhe një goditje që do mbaj 100 vjetë, sepse në përgjithësi, agentët bëhen o për anën financiare, dhe në përgjithësi anën financiare s'kishte sigurimit të jepte para, ose për anën patriotike. Por në momentin që ti ma ke shit dosjen time, e ke telendisur lartë e poshtë në dosjen time, dhe të agenturës së huaj, në këtë moment ti ka humbur besimin si shtet serios. E kemi dhjerë dhe atë. Dhe këto, mendoj, dhe ti me të vërtet, me shumë të drejtë, bas analizës që bën një urren këto OJF-t, unë mendoj që është e gjitha puna OJF-të këto. Problemi është, po të kapim gjërat, sepse brenda fjalis u kapën shumë gjërat që ne... Dua të them fjallën mos anë ta le ty. Jo. Jepi ti makinës, po kaloj pasagjerën të vazhdo. Qa ndodhi tani sepse natyrisht unë kam pas kohë ndoshta jo në Shqipëri, po ma domeni edhe ke këta analistët botëror, kam mundësi të jap një 2 para men. Aq shumë e kam studiu këtë punë. Me sinqeritet, kjo pasha ka fare. Jo, mendoj që punta, pikvështrimi o të kontravers, ka bërë që njerëzit të fillojnë të shikojnë nga ana e një perandorie botën. Mos të shikojmë se neve jemi raja, neve jemi viktima. Jemi material që punon perandoria. Pikvështrimi jo, na ka çu në Londër, na ka hyp te kulla Sahatit, dhe ka thënë, shiko si ju shikojnë, shikoj, ju jeni mall kot. I duheni për momentin, po e di si ju përdorin si ple. Sepse nuk jeni ju, kanë përdor X-in, Y-in, Z-ën, edhe Amerikanët, ata që i mbajnë me bukë, janë gati të përdorin si ple vetëm që të mbarojnë punë të tyre. Po, jo, është, dohet ta shtoja çiktë, ky emisioni ynë, pavarësisht gjuhës përdor, pavarësisht mënyrës se kemi ashtu, po të them tani,
Neve shpesh qeshim sa s'qajmë dot. Bravo. Po them një të vërtet që kjo jepet të prendën për shembull programi dhe o të shtunën, o të dielën, o të hënën, o të martën të ke një shkrimtar nga këto gazetarët e famshëm që kap një këndvështrim të kësaj çfarë është thonë këtu, ose vetë Rama. Edhe Rama. E zgjedh në mohabet. Kjo është pas nevojë fare me qenë, si mund të ty. Ne na vjen mirë sidomos kur jo, po kjo është detyra. Kjo është detyra. Por ajo që do të ndaja në fakt ishte që një nga ato që më kanë ngel në trunë, që e përdorin shpesh, po unë se kisha, nuk e gjithmonë floshe, e ke pasur se duhet të dëgjosh gjithë. Thoshe, kjo është idiotizëm më i madh. Thoshe, për shembull, PD-n e ka kriju sigurimi shtetit. Kjo është shprehje që gjithë e pranojmë. Përveç me. Më qëndron. Bravo. Se edhe Sala në buri Ramizi. Po. Ti ke një vështrim shumë revolucionar që unë... Po nuk është revolucionar, më është qa thonë ato, të shi... Ai pedagogu ta thot, ta shpjego, ta demonstro, ti do të haqës kundër pedagogu, po shumë shkencëtar, një gjë pedagogu një, se qa thot. Ardhja e Sali Berishës në krye të PD-s, është thënë, nga PD-ist, nga shok Sali Berishës, nga patriot që na vishin nga Amerika, që janë në për kanalet tona, i në për YouTube, që i bin në dakordsi, që ky ka ardhur nga Amerika, kryetar i PD-s. Pra mjafton të futesh në YouTube, si të shofësh miq tanë shqiptarë që na erdhën nga Amerika me nanimu, se ishte një kryevepër fare, ishte gjë e gjatë, erdhi nga Amerika me nanimu dhe hapi Klub Albania. Klub Albania ka qenë një kështu Disco Albania. Okay. Bravo, aty ishte ajo bile sa tha shumë bukur ai, tha doja pia çfarë mungoshin shqiptarëve nga perëndimi. Se kisha si patriotë, gjithë i thoshin aty ke komente, sa patriot, aty u pallu droga për herë pa, aty e mësuam ne se ku ishte çaj ishte halli, aty filloi kurvlliku, aty filloi dali shala musurrat, topi cicës, ftyrë, am këto do më gjitha çaj ishin gjysë porno fillun të dalë aty, se aty fillun ato të parë, natyrisht shkoshin edhe goza, shkoshin gjithë më normalet në fillim, pastaj u bosi mod pse e shpreh me fjalë kaq banale, është që të kuptohet që nëse femra përpara kishte atë klasin e vet, kishte domethënë tërheqja e një mashkulli drejt saj ishte për pastëtin, ishte për klasin, ishte për feminizm, për atë feminitetin që kishte. Disco Klub Albania bone për herë parë që le më që feminitet, shohim këtë, am këtu ka dalë ajo aty, e këtë çat ose vu droga këto gjëra, pa ky ishte, që mos ta zgjasim shumë. Këto ishin ndihmat apo. Dhe këta thonë që salën e kemi zgjedhur ne. Do nuk lejnë vare, si alen në Ramizit hiq, sepse dhe vetë Ramizi, nuk e dhe mund prap, po e thot gjithë templeti që shpërdor kudo, nga Rumania që e vranë për 35 sekonda, i bon gjyqin, gjithë, me gjithë pluma 37 sekonda shkoj, e kudo më botë, po njëta gjë. Pra, kur erdhi viti 90, edhe Ramizit që e thirrën në Amerikë, ja bonat e tash si e do plumin kokës, apo të bësh identik çfarë themi ne. Dhe kjo është një formë që CIA ka përdor kudo. Mos e ka përdor CIA, e kanë përdor këto le të themi këto tjerë. Po të njëjtës kategori. Pra, Ramizi të vetmen të mirë që kishte, atë keqë, se nuk e di tash sepse është politika gjithmonë shumë e errët dhe dalin mas një 100 vjetër se çfarë është. Po që Ramizi
ka pas në dorë vetëm kostumin e vetë qa kostumit të vishte, the mund këte, se në është edhe bëjnë në kostumit, ata ja thoshën se qa do veshësh, se pasit bje shteti nuk ke mo, është e pa mundur. Më kuptove dhe, çfarë do që i veshet Ramizit, nuk e ka mund me pastru figurën e Ramizit, Ramizit në është ka qenë më bloz nga gjithë tjerët. Unë e kam që të kuptohet thelbi, dhe që të kuptosh thelbin është ky, që Ramizi në vitin 90, mos them që në 89, në momentin që ty në spunoa si fabrik, të kanë ardha të shokut, i kanë dhonë sinjale, tash i do ta lërosh me qef, a me dhunë. Sepse po t'i kthejmë vetëm një fjali që ta plotësoj këtë, është kjo që Ramizi që në gati në 87-ën, mos gabohen si vit, u mundua që me të gjitha lloj të mënyrave të bënte një lloj pluralizmi. O çuna i shkoi këtyne bashkime profesionale, boni mër partin vete, ku dimna, i shkoi këtyne të rinis, zdim gjo, i shkoi në atyne të grave, na thuj për në gjell, zero, se kishim të nëvarë. I morim lidhën e shkrimtarëve, doli Ismail Kadreja dhe në asë një mënyrë dhe se kam ide. Sa zhu, bravo, jo, dhe nuk i heqim ato panimet e vetë të komunizmit në botë. Nëse, tek çfarë në më gjithë këta, pse ishte pluralizmi? Pluralizmi ishte sepse t'ishe bloku komplet ekonomia dhe nëse doje të kishe buk në gojës, duhesh pluralizm, të po të kërkojshin, kaq. Dhe kjo mundu me gjitha format. Amarido, dikush mund të përgjësi, pse Sali Berisha, ku e njifte Amerika Sali Berisha? Unë kam pyetur një person shumë të informuar, edhe i kam thënë, ku e merë CIA situatën për Shqipërinë? Do më thënë, a ka agjenturën e vetë këtu, një tjetën, po, vepron me proxy. Po ishte through UDB-s, dihet. Edhe më tha, deri vitet 90, proxy për i CIA-s për Shqipërinë që e kishte informacionin e sa, ka qenë UDB-ja. Ajo kishte agjenturë në Shqipërinë. Ka qenë dhe Asfalia, po Asfalia u godit. Ndërsa me UDB-n, sigurimi kishte vështirësinë, sepse UDB-ja përdorte gjithmonë material shqiptar. Dhe ma kanë thonë njerëz të sigurimit, gjithmonë... Qa ka nevojë me të thonë njerëz? Po mirë më, dalet të mbarojmë, po dalet të mbarojmë, të frasë. Po hiq më pas e mbarau. Okej. Po të shofësh ata që kanë mbështet Sali Berishën, që kanë morë dhe, që quhesh ajo, Shqipëria e lirë këtë televizionin në Amerikë, që ishin ato emrat, se këta e kanë mbështet atje, po të shofësh, këta shqiptarë o mëdhej, nuk kanë thonë i gjo me ndërtu Shqipërinë për vetë se me e dëmtu. Okej, po prita me nuk e... Pra janë të bësë qysh aty, tu është. Dhe, këta, do më thënë, ishte vështirësia, sepse ti kur do godishe një agent UDB-s, faktikisht godisje edhe një shqiptar, sepse ata përdornin elementin shqiptar. Dhe kjo gjithmonë të e vinte në siklet kundër zbulimin shqiptar. Dhe shpesh herë detyrohej bënte budallajin në mënyrë që mos bënte goditje masive, sepse është përdorur në mënyrë masive agentura me origjinë shqiptare. Por serbët e kishin shumë të qartë, ndërsa greku kote fundit ra, sepse greku ishte në pozicionin që ishte UDB-ja. Greku do përdorte material grek këtu. Po s'kishte pak edhe, nuk kishte pak. Jo, patjetër që nuk kishte pak, ai veproi më tepër mbas 90-s. Por sigurimi e kishte më të kollaj për të goditur se nuk godiste shqiptar, godiste grek. Dhe grekët për të ruajtur njerëzit e tyre nuk përdorën, mbas disa goditjeve që morën në vitet 70, nuk përdorën më materialin minoritar, le të themi kundër Shqipërisë, sepse goditëshin njerëzit e tyre. Po edhe francezët veprun, domethënë, mendoj që ishin... Franca të rekrutonte në Francë, në Paris. Bashkëpunonte me UDB-n në atë. Patjetër. Në veri ka qenë materiali më i madh, pse sa kishte edhe Kosovën, dhe ishte masë e madhe e policisë. Dhe kjo bënte që sot për shembull, nëse kërkon një material CIA, informacionin u habita, informacionin shumë të saktë kanë austriakët.
Ata e kanë informacionin e saktë se çfarë ndodh në Shqipëri, rrymat një herë tjetër. Pra nuk kam korrespondent UDB-n Amerikën. Deri në vitin 90 kishin UDB-n në veri dhe Asfalin ju. Dhe kjo bën atë që do si u ra në mendje Sali Berisha. Ja ka çu dosin UDB-ja, pra i ka thënë, ky është njeriu që mund ta përdorim ne ju. Po do bëjo me i punë për ne. Unë për shembull përpara viteve 90 nuk e kam dëgjuar zënë e Amerikës. Dhe di pse sa kam dëgjuar, po them të vërtetën fare. Një dy herë babai më duket më ka thonë hajt ta dëgjojmë çik zënë e Amerikës. Ti në atë kohë ishe anti komplet më buzin Terezi. Por të betohen për çka kam më të shtrenjtë. Kur e kam dëgjuar zënë e Amerikës, e kam thonë kjo i drejtohet katunarve. Kjo nuk ka mundësi të jetë njerëzor. Ky po tallet. Te ka vonë sigurimi shtetit me tregu sa idiot janë. Një gjo, pa shaka. Jo, të shkosh nga Hugoj, Dostojevski, Balzaku, që i përpia, ke zëri Amerikës, do ishte goditje e jashtëzakonshme, ishte një lloj si të shkoshe, e ke pasur kur jenë në pyll, që gjotë të cicerimat e zojgjve, e të një gjosh në njoni me grajnda, ose me brrrr, do identik. Sharë elektrike. Dhe të betohem, nuk kam asnjë lloj gjë, sinqerisht të betohem. Kur e kam një gjuhë, nuk e kam majt dot as 2-3 minuta, thash, këto po ta, te ka vonë, domethënë, bona analizën time, thash, te ka vonë sigurimi i shtetit. Ka vonë sigurimi i shtetit, më thonë, shiçja idiotizmas, flasin këta. Që të vazhdoj prapë ke zëri Amerikës, se domethënë program më idiot dhe më për idiot sa i ska, pavarësisht se tash i duket normale, se po ta kapësh çka ka thonë 90-ën ose 89-ën zëri Amerikës dhe të futesh në studiot shqiptare tash janë një aty i ke, i lloj, nuk e di jam do Budolliku është parhap tash. Tash mund të dëgjosh. Po tash një gjohet Renat, rrezik edhe unë një gjoj tash. Edhe ja këtë ka thonë mirë, nuk e di jam kuptova. Por në atë kohë, domethënë, ishte një player league, ishte vetëm për njerëz që sepse ai sistem u mundote me të dhoni dorë, do më deke klasa 8, shtyshën, ca me qoka, ca me ashu prinder, ca me i 5, më gudoj, ta jepshin klasën, nuk shkoshe ke 6, ke 7, pavëzisht, se di që 18 vjeç, në 8 vjeçarja, po qiqin ma tonë. Jo, nuk të linin... Bravo, qiqin ma tonë. Kjo të ishte për ato që nuk i bote dërmon as gjo, as ato sigurimi shtetit që hyte ke mësuse që kaloje se gjunov, as kujdi unë qaj bide. Dhe këto ishin ke 4 klasi. Se klasën e 4 ta jepshin, në punë fare, do është një X, mos më vëtë. X e do një njërë. Po klasën e 4. Dhe kjo ishte për klasën e 4. Unë nuk e besoj me sinqeritet që mund këtë shqiptar që një gjopë, sepse unë nuk e njifja shumë qaj erdhi mas 90-ës, e disa sa i pashvëllum kam qenë nga trunë, unë me nosha që Shqipëria është ai bulevardi, janë shokët e mi, janë ata që flasin televizion, janë ato vlonjatët që ishin mund qëndër, e përse që pisedoshe. Po qëndër ato gjytatë. Bravo. Dhe pse për fat keq ose të mirë, mua dhe ato katonate e mi mëra me shkollat larta, do më shkosha në fshat. Kishin marrë nga i shkollë. Më kishin marrë nga i shkollë, ose ishin aq të zjutë sa edhe këta me shkollë rrishin në një gjojshin. Nuk e dija më kuptoj, ishin nga këta papa më burr, ishin tjerë zakonshëm. E më ka bërë përshtypje në një nga tregimet tua, një plakur erdhi, që edhe më pëlqeu se nuk më puthi, se gjëja që urreja më shumë ishte kur më puthi. Po, domethënë kishte më trajtoi si burr. Kishte kulturë tjerë zakonshme, si Ylë Xhepi, një mrekulli qenie njerëzore, pra se mund ty edhe Enver Hoxha, pa e morën mos Ramiz Alia, që ishin këto tipat kështu, djale ishin radhën me forcës, do fliqin me radhë, sepse vërtet ishte gjotë tepër inteligent. Pra nuk kishe qëllu në këbërdunglat. Nuk kishe qëllu fati, më burë, këtu është problemi, është fatit 10 ka jerë. Kur ka arë Saliu që ka hapë gojen,
Kjo është që në 90-ën, nuk ka more ai, sepse fliste për shumë Kadareja, tjetër lloj muzikaliteti, fliste deklaroi që doli kundra Enverit, doli kundra Enverit. Nëse, kundra partisë. Pa, i kam frikë. Po çon si ka, ajo që po them. Nuk i di kishte ndalë frika akoma. Edhe sot e kësaj dite një gjohet, mere në qofë se ka rob normal që mund të një gjoj salën e viteve 90, është po e që një gjoj salën sot. Si ka me të njëti fjallora, Maria? Po i njëti më burë, pa aq kishte, po janë psikopat, pa jam këto, janë mënyra se çfarë zgjedh dhe për çfarë zgjedh ai. Dhe po ta kapësh jetën e Saliut, më kuptove, nuk kish mundësi dilte në nyshe. S'kish mundësi më sepse është tani, fëmiria ka të bëjë shumë. Pavarësisht që thonë të psikologës, edhe psikologët ja fusin ka i herë kot, se o e njohën psikologjin këtë drejtim mos ka. Nuk është vetëm fëminia. Është pastaj se çfarë ti ke vënë qëllim. Dhe për të plotësuar këtë qëllim pastaj, më kuptove, ti do marrësh ca praktika ose ca mënyra veprimi që do të futen në subkonsciencë dhe këtë do jesh gjithkohën pastaj, se diam këto. Kështu që Saliu në fillim ju do të i shtëpi, pastaj ju do të i shkollë, pastaj ju do të ishte më i mirë shkollë, që të rritë këtu më shkoti prapë në Viçidol. E këtë qatë, pra, sepse unë nuk kam pa vetëm Saliu, kam pa një sër njerëzish të tillë, si që janë të çformuar, se këtu për shkak që kemi panele sot, që janë vesh me kostume, me gjona, janë ato, janë gjitha ne. Mos qofshin nga Viçidoli, i ke nga fshatrat e Korçës, ku di unë çfarë të them aty, domethënë janë gjithë një provincializëm që ka ardhur me halt madh me ne tonë Tiranë. Edhe japin mendimin intelektual të tërë Shqipërisë. Nuk është një tmerr, se nuk kanë fajes ata, nuk është se i bëjnë me faj. Po është forma. Njëri nga këta pasurit thote se daja im ka qenë diversant, ka ardhur në Shqipëri. Po t'jetë një pasur anglez dhe të thotë që daja im ka qenë diversant dhe e kanë hudhë 2 herë Gjermanët në Angli, e imagjinon të do më thënë, e kupton ku ka arritur deformimi jonë? Ose ti thush një Amerikani të dali të shesi Tangerlik Bill Gates i të thotë se shiko, ose daja im ka qenë 2 herë diversant i karteleve të drogës këtu dhe bëri një vrau një 2 Amerikanë dhe iku pastaj ty nuk të gjendet më as fara. Jo mu këtu sponsorizohen. Këtu kur ka hapet rruga. Sepse në fakt kjo bëhet një rrëmuje jashtëzakonshme në mënyrën se si ne e folëm. Pra, jo s'po bëhet, thjesht po përgojmë. Saliu u përzgjodh pikërisht për karakteristikat që ka dhe nuk përzgjodh për shembull vetëm nga pra nuk e vuri Ramizi. Ramizi po të them, Ramizi kish mundësi vetëm e shpëtu çunin e vet. Pra ti po thua që edhe PD-n e ka krijuar agjenturë huaj? Patjetër që është krijuar nga agjenturë huaj. Tash grupimin, si mund të them, ta marrim thjesht u bë ajo protesta e madhe ke qyteti studentit. Njoni tha shumë bukur nga vitet 91, se cilëshin menen, se kishte akoma njerëz të gjutë aty. Thoshin, kishe qenë në veri, thoshin, qa ju mungo juve? O, na mungo i ftoti në rregull, visheni këte me kapot komplet, pallatin, se ju ka partia yje juve. Qa ju mungo elektriciteti, hapni kanali nga këtu në fjesht ju vi kabli. U mëllë të dha protesta për 3 sekonda, gjithë në lopata të bëhë kanalet, si do ujtin ti, do elektricitetin, qatë do ti, na lopatën, na dhe këto pincat edhe hetë se sili, u mëllë da i mua beta. Problemi ishte që edhe aty. Do t'a biun, këtu është lafi, nuk do t'a biun, mere vetë. Po shte jotja, pëse thoshtë në vejë është e imja, ose është e shtetit, po s'kishtë e shtet atë, nuk arrim të kupteme. Se thoshtë kjo është e jotja. Na pincat? Po është e jotja, më pëse unë jam 88 vjeç, ke mund të i gjeshti, na më shoku, Sinan, hapim magazinën djalit të rizë, do të sjeli ujtin. Me edhe shokët, shpejt me lopat. Pra ishte shumë e thjesht kjo punë. Dhe, që ndodhi? Kjo protest
Dhe shumë serioze kjo. Po ta shikosh, kjo u la që të ekselerohet. Pavarësisht idiotizmave. Kjo u la që të ndizet, sepse u desh pa tjetër pluralizm. Dhe marim natën finale, krijimin e PD-s. Tashti, gjithë me trikoleshje aty, ke ajo ku i priti Ramizi, dhe fillun dum Bugruni, dum Brevista, dum këshu, dum ashu, dhe ky i thoshtë në dëgjo, ne i gjo tjetër qa doni, nuk e di, në fund ky i tha, pra, ta shofin gjithë në YouTube, që ky i tha dëgjo, tha, pse nuk krijoni një parti? Po kjo është e vërtetë, në fakt. Kjo është, jo mos është e vërtetë, po e ke në YouTube, më nuk është e vërtetë, po është në YouTube, më përle qa flasin, një gjone tha, se më mërzitët kaptinës u munove me qitë me pyetje gjoj që ta shu ju po jeni bërdullët gjithë, am këto dhe ju do ngelni ato lapaqenët edhe për 20 vjetjerë këte na u drejtu neve, dhe po ju dhe na boni këtë partin, tha, e ke pasysh edhe hec, jipi drejtim. Dhe okej, tha, bëjmë partin, edhe i ikën bëjmë partin. Ndo se donin pluralizm, ase dishin fjallën, asë gjë. Pa kjo është, e zbërthyme keq e keq, ose thjesht kjo është. Pra, nuk ka pas në një... Tani, se kush e morin dorë, e thonë po këta miqta në Amerikë, si nga zoni Amerikës, si nga Shqipnia Madhe, si nga këta ex-diversantët që na erdhën këtu me na ashu. Këtu ishin gjithë kap, dhe më dhënë ne harrun një fakt, që gjithë të që flisin ke zëri Amerikës, e kishe kapu të bëja për para se ti kapte Amerika. Kishë mu dhe herë firmën Beograd. Po më shoku, dhe më kjo është hera pa që thuhet në televizionet 30 vjeçar, shqiptar. Pra, sepse qa vuna reun, armiq më të mëdhej se këta që fliqin ke zëri Amerikës për 30 vjetë derisa nejti ajo shqyqaj hoqën në halen, më këtë nuk kishte. Pra në momentin që ti u mundoshe me ndërtu në gjo, këto ishin për të voni salin, pushtet, ose për të sjell një përçari, ose për të bëj gjo. Zoni Amerikës gjo më zezë që ishte kriju në Shqip. S'kishte, dhe më e bukra ishte se gjeti për kraje pastaj nga idiotët që u shumun, shumë. Dhe i sot më të thonë zori së vërtet. Bravo. Më tepër u mërzitëm nese sa Amerikanët që e hoqën vetë, që me ndullë. Bravo. Pra, dhe këta persona, kur ka dhonë intervistën, kur kanë dhonë fjalët e tyre, që mos shkëputëm që të ngeli kjo, është ndihma që këtu i kanë thonë Sali Berishës për të ardhur në krye të PD-s. Pra thonë këta, s'lejnë këtu Ramizin me folur. Nuk e lejnë, ajo e kam sjellë unë, është njoni mazani që futet në për këto kanalet është, e kam vare këto kote fundit. Loj psikopati vjen nga ne, loj, aty është, si ku me prodhu, bëdolloj. Dhe këtu edhe villoj, Ramën do të arrestojnë pas një muaj, Sali Berishën, nesë. Po edhe këta që i merë këto, pallat e gjata që i merë Fevziu, që ishte ai që në animojnë vitin 90, është po e njëjta gjë, nuk e di. Pra ishin të gjithë këta që folën gjoja me sjell demokraci, këto ishin të gjithë të përpunuar nga UDB-ja, një dhe një që bëjnë ty, sepse ane u ratishin, ane i vishin, është fakt ky, dhe nga Greqia nga krau tjetër. Kështu që në fund fare këta dhanë urdhat se kush do u krijoten PD, që thonë këtë, jo po mu më shtyu Saliu, thot Edi, jam këtë se edhe Edi pall, shtyu qik Saliu kështu, po se pranova të demokracin, e mare dhe, ti mare vesh me vonë se ku lute e halë, jam këtë, për aty ishte peshk, e këtë se ke... Ta shti e ke marrë vesh, si vëtë dojë. Shifte shi, se u më shtet ke qatë mund të, ke Skopion Zatsi Edi, ke ty, ke këta tjere, tam këto që kishë... Unë ishtë në baun e dejet, po më po prapë Skopion që baun e dejet ishte, atë shkushe Red Bull aty, ashu, USA, regu. Po pra, i unë njëti tipi Skopion sa ve ishte. Smeshë të është asë i gjopë. Më kishtë që për edukim, mua më kishtë e njërë. Nejse, edhe, pra, nuk ishte njeri që do të, nuk ishte mundësi që në njoni që do të me bone gjo për Shqipërin, tu lejote brënda PD-s. Këtu është përfundimi. Dhe këta që thonë që unë të shi jap të drejt, që dalë prapë ke fillimi, që thonë në gjo se e kryoj sigurimi shtetit, është një vërtet, po ka një twist të vogël.
Në fakto nuk ishin të sigurimit shtetit, ta ishin të spionëve që spiononin ke sigurimi shtetit, pra që kishin spionu njëri tjetër në përshpia. Baba im ka thonë kështu, nona ime ka thonë kështu, Çuni Gjajës ka thonë kështu, dhe këto dosje u hapën, sepse nëse do të shkatrosh një Shqipëri, që e kryu në mënyrë fantastike a ka vdekë jo, shikaj, Amerikani i parë që erdhës, rrova e më ndështë. Ryerson. Jo Ryerson, po Ryerson. Bravo. I pari e boni komplet se çfarë duhesh rreth kësaj. Pra, për çfarë duhesh spiuni, që kishte spiun Çuni Gjajës. Duhesh patjetër që mos kishte ku ta lutë vendin, që ku të vite mesazhin, jo se i thash Çuni Gjajës tat. E vërtet. Kjo është, jo është era parë, po hapet kjo po o tani, po të them kom 35 vjet që sinqerisht e shikoj se çfarë kanë ose më intereso psikologjia e njerëzve ose çfarë na ndodhi më burr. Se duhet me gjetë pikpyetje, më çfarë ka ndodhur, si është puna. Si ka mundësi më burr. Dhe nuk ke nevojë. Domethënë, ty do të hapet rruga, do bësh karrierë, do bësh lek. Do bësh lek, më çka karrierë se e ke parasysh se janë më të ulët edhe më të ulëve njerëz më burr. Po, edhe leku në primer. Po lek do bësh sa dush. Po e drove. Tani lek ja çuam Çuni Gjajë. Pa tjetër, po si është e mundur që të kishe njerëz me personalitet, pa ja u them çdo njëri, ta më kuptove. A ka mundësi që të kesh njerëz me personalitet aty dhe ku të vi urdhë që do vrasësh 4 vet në Shkodër ose do bllokosh këtë rrugë nacionale ose filan fabrikë ose do filan port, filan. Bravo, dhe të mos të linin tru o shoku. Këto nuk janë të komunistëve. Këto janë Shqipërisë, ne po i privatizojmë. Amudo, aqë po i morum, po i privatizoj, po ju për të shkatru. Pra, që të krijosh të grupim, duhet pa tjetër të kesh njerëz që mos të kenë do të goj me fol mrapsh. Të vetëm të flasin që mu më shtyu Saliu, mu më shtyu Rushdiu, mu më shtyu ky debil ligje që i sot e kësaj dite janë për panele. Fakt, është ky tjetri. Që për shembull, Ryersoni përpara lëroi të gjithë burgosurit, pra me ish agent, me kriminal, me që kishe përdhunus, me hajdut, me gjithë, lërë gjithë ta dhe nodhi, dhe nodhi Shkodra. Dhe u botim Shqipëria. Por këto, po të kesh një grup që është kriju për një frymë ndryshe, ose një mendim ndryshe, ose për një zgjedhje ndryshe që do merrte Shqipëria, nuk kishe shanset note këto që ndodhin. Por nëse ke grup që t'je ketë komandum nga gjitha formë që t'je thush vetëm një gjohë, sot e bin kësa fabrike që duhet heker apo tapa, edhe tapat e shishës ishte bo njoni milioner e takova në Angli, kishe vjetë tapat e shishës nga ajo e Shkodrës, nga që quhet fabrika e ves, kështë shqit vëdhën tapët, kështë bërë lek të dy njës. Njone kështë shqit lullat, njone tjetër, janë antikomunistë papanta. Në më kutove, nesë. Telin e, leshin e, preshin. Do me thonë, pastaj që do bësh? Ti do kryosh, pastaj do kryosh pa tjetër rrethin, dhe si kryohet rrethi? Shumë bukur. Do mash, do kryosh ato që nesë do bëjnë gjukata, do bëjnë drejtsin, dhe është tje që dhe vendosë, më kuptove, është Çuni Gjajës tim, është dashnëria ime. Po duke se po vazhdon kjo, Marido. Po, është te prevështirë të shbëhet. Pra, nuk është se unë nise për të bo shtetë dhe të shkoj gjo gabim, këte po themun, nuk është se unë nise për të boj gjo dhe se kuna nkeci gjo se nuk dishim që është jo, nuk është se nuk di e ti se qëfar është demokracia, e dinin ata se që të bojshë ti. Ty të zgjithshim për shembull se doshe... Po shikoj edhe sot, për shembull, këta që kanë kriju partitë e reja, i thonë ti se i ke ca dosje në me privatizimi, ti tjetri, se ke një ndërmarrje kështu, po ato
sigur ke ca probleme aty, jo me sigurimet, jo me taksat, jo me ti tjetri, shiko se ti kanë dhënë ca lek me që të bësh dhe me një projekt, kështu po ke bërë një vrim në ujë. Është e pamundur që ti të shkosh në krye. Morim te Alin Qorrin, komunistin më të mirë. Hyll tha, ky ka zëvendësuar. Morim këtë nuk du me u fut fare ke jeta private tani. Thjesht po shpjegoj, domethënë njeriu si mund të them më për krye, që ai flet kur flet prek zemrën. Morim vetëm një gjë. Shumë të thjesht, që besoj se dhe Lindi është dakord t'ja them. E shoqja punoga me këto OJF-t të BE-s. A ka mundësi që ime shoqje, ose jo të shoqje, ose kush do, të punoj me fondet e BE-s dhe unë tema i që nuk e kuptoj se si funksionon BE-a dhe t'ja le çdo gjë qeverisë, është e pamundur, logjikisht është e pamundur, nuk po them se ai korruptum, por logjikisht është e pamundur, sidomos për një që lexon. Kështu që detyrimisht ty të kanë vënë aty sepse je mirë për zhurp dhe kur flas për Alin Qorrin na kanë thonë 1 herë, 100 herë, 200 herë. Alin Qorrat ose këtë lloj organizata e ka çdo vend i botës. Dhe ishte, do më thonë, që në vitet, si mund të 50 ca, 60, u kryon që një gjë se ne lejojmë frymën e lirë. Dhe Alin Qorri mund tjetë... Ata e bëjnë dhe kanë këtë krijo dhe opozitin në mënyrë që ta kontrollojnë. Eksaktësisht, ajo ishte, krimi hebreve ishte, faleminderit që më qitë. Dhe bon çaktë që një gjë, ta krijojmë me opozitën. Po, me opozitën, atë që luftoi opozitën, policin, gjykat, i kena të gjithë ne, ju vazhdoni këtu mrena kësaj bëni gallat. Kjo rrym, ç'a bëri? Kjo rrym